Letrat për të futur në Kosovë nuk I pati në rregull, por përmes disa letrave të tjera me më shumë vlerë, deshi ta zgjidh këtë telash. Kështu serbit Almir Ali I erdhi në mendje një ide guximshme kur të hënën pasdite arriti në pikën kufitare në Brnjak. 30 euro. Me këtë shumë të parave, shtetasi serb, I cili ishte duke udhëtuar nga Zvicra për në Kosovë, kishte tentuar që të manipuloj zyrtarët policor gjatë ditës së djeshme, gjatë kohës kur po kalonte tek kufiri. Por ndonse kishte tentuar të kaloj kundërligjshëm, kjo I shkoi huq meqense zyrtarët policor e arrestuan të njëjtin menjëherë. Të njëjtit, banknotat janë konfiskuar si dëshmi e veprës penale dhënie rishfeti pas konsultimit me prokurorin. I dyshuari sipas dhënësit të prokurorisë për rajonin e Mitrovicës, Valon Pretenit, u dërgua në mbajtje, si dhe është parashtruar kërkesa për paraburgim. Për veprën që e kreu, rrezikon edhe dënim me burg. Parashe një gjobë dhe një dënim deri në 5 vite burg.